Skupje provokon Athinën me deklaratat mbi emrin. Ministria e Jashtme e Greqisë ka reaguar ashpër pas deklaratave të kryeministrit Maqedonisë së Veriut Mickovski lidhur me përdorimin e emrit Maqedoni në praktikë. Athina rikujton se emri kushtetues i vendit fqinj është Republika e Maqedonisë së Veriut, një emërtim i detyrueshëm sipas marrëveshjes së Prespës, që përbën pjesë të kushtetutës së vendit dhe është detyrues për të dy palët në nivel ndërkombëtar, ashtu dhe në atë të brendshëm. Reagimi i Athinës vjen pas pretendimeve të Mickovskit se opozita maqedonase përdor emrin Maqedoni duke anashkaluar përsaktimin veriore, duke argumentuar se emri është rikthyer në praktikë. Greqia thekson se marrëveshja e Prespës është pjesës së drejtës ndërkombëtare dhe çdo përpjekje për ndryshimin e përmbajtjes nuk do të pranohet, duke nënvizuar se përparimi i marrëdhënieve dypalësh nga rruga evropiane e Maqedonisë së Veriut varet nga respektimi plot i marrëveshjes.